Miqtë Prizmës, në shumë prej aktiviteteve të jashtëzakonshme dhe ndryshimit Shkodrës për sa i përket edhe shërbimeve që i bëhet mirëmbajtjes. Ishte edhe e famshme pastrimi i territorit Velipojës ose Bregut. Është një nga ato batuta që kanë shekuj që ekzistojnë, çdo gjë që të bësh ti në tokë, nëpërmjet lumeve dhe parreve kalon në det, dhe deti vjen një ditë e bukur dhe t'i kthen prapë edhe një herë, t'i depoziton edhe një herë. Sidomos në kohët moderne, këto 2 shekujt e fundit, e bën në mënyrë të jashtëzakonshme. Ky fenomen ndodhi edhe para disa ditësh në Bregun e Velipojës, në 3-4 vende në mënyrë masive në Bregdetin Dalmat, pak në malin e Zi. Ishte një tërbim i detit për t'i kthyer atyre që me të vërtet nyn më tepër. Dhe nuk erdhën vetëm plerat tona, po erdhën edhe mbeturinat, sidomos plastikat edhe nuk e di edhe nga Maqedonia dhe nga Kosova, ku kalojnë nëpërmjet bazeneve, liçeneve dhe depozitimeve që sigurisht kalojnë nëpërmjet jo digave, por hapjes së tuneleve, të cilët pastaj depozitojnë i kthejnë në deltën e madhe të Bunës edhe kudo që t'jenë. Por vjen edhe nëpërmjet daljes paralele në Bregdetin Adriatik. Ky është fenomeni. Dhe këtë fenomen e demaskon, po themi, thojza, një për atyre njerëzve që merret me angazhimin e të rive, me vullnetarizmin e tyre. Unë nuk them se ai kishte qëllimin e keq, por në atë që shkruante dhe bënte, konsiderohesh edhe nga shumë element që ishte një lloj maliniteti, duke sikur po bëhesh tash është e nevojshme që patjetër të përdorësh vullnetarizmi për të pastruar. Duke sikur gati ishte faji atyre që nuk e kishin pastruar. Dhe sigurisht në ignorancën edhe arrogancën e rrjeteve sociale, po thuj kështu doli, ishte Bashkia e Shkodrës që i kishte depozituar ato me qëllim. Tipikisht kishte shkuar Benet Beci bashkë me këta të bashkisë dhe kishin bërë apostafat pis Bregun e Ranës. Kështu e përdor politika. Por unë do merrem me këtë punë se këto janë marrëzirat e Facebookut. Facebooku është qenia mitologjike ku të gjithë marrët kanë barazin me profesorët, me doktorët dhe me njerëzit e lexuar. Në Facebook barazia është absolute. Kemi proletarizimin e mendimit ekuivalent me ignorancën, ashtu edhe me profesoratin. Nëse ky është Facebooku. Tash ky efekt një farë mënyrë doli, megjithëse shumë tjerë kuptuan që shfaji në shoqëri, jo vetëm këtu ke ne, po kudo, rreth e përqartnes, sigurisht deti pastaj ja kthen. Por çfarë ndodhi? Ndodhi që Bashkia e Shkodrës mori një iniciativë për ta pastruar. Dhe jo për ta pastruar me vullnetarizëm. Këtu tash është fjala ime. Por me forcat e saj. Shikoj, vullnetarizmi nuk është gjë e keqe, megjithëse unë sa përmendet duke kujtuar kohën e dikush më çohen nervat, edhe shumë si mua ju çohen nervat në përdorimin e keq të vullnetarizmit me detyrim. Vullnetarizëm edhe me detyrim nuk ka. Vullnetarizëm ka në kohën e sotme që merr në fond edhe pastaj e kthen në vullnetarizëm. Për krah të rit i vesh, ata mund të jenë vullnetar të vërtet dhe i kthen, po zakonisht shoqatat marrin në fond për krah nga fonde të ndryshme dhe bëjnë vullnetarizmet e tyre. Vullnetarizmi i vërtetë është kur mblidhen nëpërmjet këtij Facebookut që po them unë dhe hajde shkojmë të pastrojmë. Kjo nuk ndodh në vendin tonë, s'ka për të ndodhur kurrë. Ajo që dua të them unë është pastrimi i Velipojës ndodhi nga Bashkia e Shkodrës edhe Bashkia e Shkodrës, që nuk e kishte në e kishte për detyrë ta pastronte. Dhe pse u denuncua nga një person i cili përbën vullnetarizmin edhe sigurisht është edhe antar i Këshillit Bashkiak i propozuar nga partia e shumicës në Këshillin Bashkiak të Shkodrës. Person që ka bërë, unë ati kam bërë 2-3 emisione, që ka bërë shumë aktivitete. Dhe këtu fillon pastaj edhe kontradikta e kohët, e pakuptimit, e protagonizmit.
Vullnetarizmi do bëj aq sa i takon vullnetarizmit, jo më tepër se sa i takon. Vullnetarizmi bën shumë gjëra të mira, por nuk bën të gjithën. Vullnetarizmi bën një pjesë. Bile shkon edhe atje, jep një shembull atje ku nuk mund të shkojë edhe shërbimi. Detyrimet janë gjë tjetër. Ato i bën Bashkia e Shkodrës dhe i ka bërë Bashkia e Shkodrës dhe shqyqyr që po vazhdon t'i bëj akoma më mirë Bashkia e Shkodrës. Kur thash ka bërë, e kam fjalën për këtë bashki. Jo për bashkitë e tjera, se ato nuk lodheshin për të pastruar, ato nuk kishin as ndërmarrje për ta bërë, as nuk mblidhin njerëz. As nuk kishin makina, as nuk kishin mjete, as nuk kishin kamiona, as shikacalecash që mbledhin, as pastronin, as nuk nxirin 50-60 vetë për të pastruar. Nuk e bënin kurrë, se kanë bërë kurrë. Dhe kjo është e reja, nuk është vullnetarizmi. Dakord? Atyre që u metet hatri pse është pastruar Velipoja. As kërkujt nuk do t'i metet hatri se është pastruar Velipoja, edhe nga Bashkia e Shkodrës, edhe nga ata që u përgjigjen Bashkisë së Shkodrës, dhe ato që janë me datën 10 do shkojnë të pastrojnë. Grindet për protagonizëm janë niveli ullët fshataresk, folklorik. Du të mendohesh 2 herë para se të bësh pallavra edhe demonstrime, marzirash poetike. Janë të gjithë mirë ata që pastrojnë. Të gjithë mirë janë, nuk ka rëndësi se kur i pastrojnë, cilën datë i pastrojnë, i pari apo i dyti apo i treti. Veç rëndësi ka. E sidomos ka rëndësi kur pastron Bashkia e Shkodrës. Vullnetarizmi aq është, deri ke vullnetarizmi. Ata që duhet pastrojnë është Bashkia e Shkodrës. Edhe Bashkia e Shkodrës e ka bërë këtë punë. Ka pastruar Velipojën. Bashkia e Shkodrës e ka pastruar Velipojën. As kërkush tjetër, as një lloj vullnetarizmi. Ata kanë dhënë ndihmë për ta pastruar, e ka pastruar Bashkia e Shkodrës me forcat e veta, me punën që ka bërë. Vullnetarizmi thjesht e ndihmon. Po, edhe denoncon. Edhe nga njerë dhe keq interpreton, duket sikur e bëri pis Bashkia e Shkodrës. Jo, e kam pis gjithë shoqëria pa përgjegjshme, jo vetëm në Shqipëri, po edhe në Maqedoni, edhe në Kosovë, edhe në Malzi, edhe kudo. Për ta pastruar të gjithë të papërgjithshmëri kaq të madhe e ka pastruar Bashkia e Shkodrës. Dakord? Ja kaq. Përndryshe, po e zgjate, do hash veten. Do grindesh veten për gjërat e mira që ke bërë deri tani. Dhe sigurisht vullnetarizmi, shoqatat e të rive kanë bërë gjëra shumë të mira, kanë mbjell pem, kanë pastruar gjithmonë Velipojën, kanë pastruar liçenin, kanë pastruar, nuk e di, kanë pastruar edhe brigjet e lumeve, kanë bërë gjëra shumë të mira. Tashi duhet të jenë në ndihmë dhe të një organizmi të madh, siç është Bashkia e Shkodrës. Dakord, miqtë e mi? Miqtë Prizmës, te Partia Demokratike e Shkodrës kanë filluar analizat e zgjedhjeve të fundit. Në fakt, po bëhen kohë, mas një vjetit, 11 muajve, 10 muajve, 9 muajve, nuk e di sa s'ma e mandason të shi. Por po bëjnë analiza dhe e bukura, interesantja, nuk është se po bëjnë analizë që sigurisht Sali Berisha tash ju imponon, duke qenë se po përdor Salinjanin edhe Ali Mehmetin për gjetur se kush janë tradhtarët, për të shpallur tradhtarët. Njësoj si Enver Hoxha dikur me konferencën e Tiranës në 1956. Sali Berisha me plakjen e tij tash ka filluar edhe çmenurinë e jashtëzakonshme, fobinë e jashtëzakonshme të gjetjes së shpalljes armiqve. Do që t'i gjej, t'i identifikoj, sigurisht që nuk ka kapacitetet t'i vras, t'i pushkatoj, t'i linçoj, t'i internoj, t'i burgos, këtë nuk e bën dot, sepse ja kanë hequr këtë aftësi. Po ta kishte, do kishte pushkatuar dhe vrarë më tepër se sa Enver Hoxha, por s'paku t'i identifikon dhe pastaj u lëshon turban, u lëshon këto sejmenet ta patronazhistët e tij, majmunatin e tij, i cili shkon mrapa. Dhe është fajtor, jo sa Berisha, po akoma më tepër se sa Sali Berisha. Pra, po bën dhe mek analizat e kujt, analizat e transfusionit gjakut që i duhet Partisë Demokratike për të qenë
njerëzore, sepse ka kaluar edhe nga kategoria e njerëzve, tash është futur një kategori tjetër, të cilët nuk kanë dëshirë ta them me fjalë, sepse e di që e kuptoni edhe pak. Po interesantja nuk është se po bëjnë analiza këta që s'jam mësuar kur bëjnë analiza. Analizi thonë këta na vodhi Rama, përdori mafia, kontrabanda, mafia pushtetit, kështu i thonë analizë këta, grabitja, bandat, kjo është analiza e tyre. Këta për vete janë hyjet e botës edhe njerëzit më të përkohur. Këta analizë bëjnë këta. Ne nuk humëm, por na grabitën zgjedhjet, na u trëm populli, u shitën demokratat. Kjo është analiza që bëjnë këta. Interesante është këtu se ata ishin 5 vetë nga fotografitë që dalin nga analiza e famshme, 7 vetë, 8 vetë që rrinin këtu dhe 4 vetë në podium. Këtë as byrot e partisë, dikur në kohë të komitetit partisë në Shkodër nuk e bënin. Jo më kishin diçka më tepër. Po ishte për 8 vetë në sallë dhe 4 vetë në podium. Dhe kë kishte dërguar Sali Berisha, të dërguar të posaçëm të tij të analizave në Shkodër, kë do thoni ju? Albert Avdyli. E njofët, di që e njofët. Se ma kemi ndigjuar shumë si emër. Albert Avdyli është personi shumë i njohur. Shumë i njohur, sidomos e di çështjen e Shkodrës, i njeh shkodranët, i njeh Partinë Demokratike të Shkodrës. Qa nuk njeh ai, e kupton, ky Albert Avdyli, dhe këtë kishte dërguar Sali Berisha që të kontrollonte, të dëgjonte dhe të sundonte dhe të administronte të Barspaia, të ky Kliti, ke ajo deputetja vajza Zefit. Zefit fantastik, mrekullueshëm boksit. Kë kena deputet tjetër ne, nuk e di, s'm kujtohet tash. Nuk më kujtohet. Sa më 3 deputet kemi ne? Do të kemi ne deputet tjetër, me siguri. Po bëj gaf, nuk më kujtohet. Po këta, edhe një 2-3 vetë tjerë, dhe në podium, kryetarja e emëruar e partisë, PD-s në Shkodër, dhe Albert Avdyli, i dërguar i Sali Berishës, bashkë me atë kastratin, po qëndronin në podium. Tashti kush ishte Albert Avdyli, që ju e njihni shumë, në më qartë që e njihni. Albert Avdyli është personi administrator i selisë Partisë Demokratike në kohë të Lulzim Bashës. Ishte ai që e blindoi me Lulzim Bashën, me paret e tij dhe mendimin e tij, vuri ato dyert e blindit. Ju kujtohet që këta shanin po e blindoni Partinë Demokratike, po bëshin gati Sali Berisha dhe këta tjerët mrapa, ta sulmonin. Me datën 8, ju kujtohet? Dhe ky ishte administratori i selisë. Ky ishte personi i cili mbas u sulmua me Sali Berisha, me ato shkallët, me ato si mesjet, këta mbroheshin me ato të gazit edhe të tynt, ata gjuanin nga poshtë. Masi u bë kjo gurguleje e famshme, masi u linquan një 2-3 vetë, ndryri policia e shpërndau, Sali Berisha e mori selin e tij. Në fakt, i takonte sepse ky kishte shumicën me vete, por sikur mos ta kishte, ai e merrte me sulm. Por ky Albert Avdyli, mbasi ndodhi kjo, mbasi e kishte paralajmëruar që ne do marrim masa, mos e sulmoni, sepse kjo është një thyrje e demokracisë, përjashtoi dhe e paralajmëroi përjashtimin e Sali Berishës nga partia, nga forumet. Bujar Nishanin, që ishte gjallë, nuk ishte vdekur, Rahmet Past, Flamur Nokën, Vjollca Vokshin, dhe nuk e di disa tjerë ke Partia Demokratike që i bëri përgjegjës për sulmin. Ky Albert Avdyli, administratori i selisë Partisë Demokratike, e marrur me sulm nga
Sali Berisha dhe Berishkët e tjerë. Këtë njeri tash, i cili ka dokumentat e tillë ju po i shihni, është shprehur vetë në mënyrë të tillë. I ka konsideruar armiq njerëz që sulmojnë partinë dhe Selin, vuri dhe dyert e blinduara mos ta sulmonte dot, mos ta merrte dot Sali Berisha, duke mos ditur që s'ka kala që nuk marrin komunistat, ky Albert Avdyli dërgohet nga Berisha për të kontrolluar deputetet e Shkodrës, Barspajin, Klitin dhe tipat e tjera atje që janë ke Partia Demokratike. Një gjë ka tash. Po si s'ju vjen marrë, si s'ju vjen turp. Kur ju dërgon një njeri tillë për të mbikëqyrur dhe mbajtur nën kontroll Shkodrën, a ju vjen në fije keq për veten? Si mund pranoni një njeri no name, no face, një njeri administrator Selis që punon saldator, vendos dyrt blindume në përselina partis dhe që përjashton nga partia Sali Berishën, Flamur Nokën, Vita Vokshin dhe ku diun se dynja njerëz atje, t'ju objerë sot një njeri që ju kontrollon punët e partis në Shkodër, a ju vjen marrë në i fije? A keni në i fije, nuk e di, a keni në i fije besim ke energjegja juaj dhe qytetaria juaj marë, përkatësia Shkodran? A ju vjen turp në i fije? Në një nivel të tillë bastar, se dakord, bi një nivel të madh, megjithëse këtu kanë pru nivel të madh, Flamur Nokën, në kupton? Bi në këto niveles, a ju vjen turp në i fije? Ky i posaçëm, i dërguar i posaçëm për të marrë me punët e Partisë Demokratike në Shkodër, për t'i ndarë ky administratori i Selis së Partisë Demokratike me Lulzim Bashën, saldatori dyerve blindume, që pastaj përjashtonte Sali Berishën edhe të gjithë të tjerët që kishin sulmuar Selin e Partisë Demokratike me datën 8. Ku brenda ishte Lulzim Basha, Grida Duma, i dynja tjerë, Agron Gjek Markaj, tash është me Sali Berishën, ky Gazmend Bardhi, që tash është me Sali Berishën. Po parti është kjo, më ka emër parti e kjo? Si ka mundësi? Si mundet? Po prandaj rrudhet, se besojnë vetëm majmunati, besojnë vetëm ata që, nuk e di, as kanë mendim, as nuk kanë nevojë të kenë mendim. Vetëm ta e besojnë, tjerët nuk mund ta besojnë dot një parti të tillë. Që të vi Albert Avdyli, no name, no face, e vetmja dituri për të se ka blinduar Selin e Partisë Demokratike dhe ka përjashtuar Sali Berishën. Vetëm kjo është lavdia e tij, është botuar kjo nga gjithë gazetat për të komanduar Partinë Demokratike në Shkodër. Paçi faqen e zezë. Ja, ma s'ka qenë kur kështu. Paçi faqen e zezë. Një parti demokratike e tillë në Shkodër, ju paçi faqen e zezë dhe mos e ndroni kur mendje, më majni kështu, sepse kështu do kaloni si shkeni udhëheqësin nga fitoria në fitorie. Kështu do bani kallablek. Kështu do jeni alternativë edhe në Shkodër. Ju që s'keni bërë asgjë, sidomos të 10 vjetë të fundit, 15 vjetë të fundit, as opozitë s'keni bërë. Ju që s'keni bërë investime mirë, po merreni vetëm me llapazanllëqe. Edhe sot merreni me kulisa, me intriga dhe me refuzime për ndërtimin e Shkodrës e për rregullimin e saj. Çdo gjë e mirë që bëhet në Shkodër ju e refuzoni, se ju keni lindur mrapsht. Ju e meritoni Albert Avdylin, saldatorin e dyerve të Partisë Demokratike, për t'ju drejtuar. Ju meritoni çfarë do lloj, nuk e di, çfarë lloj insani, çfarë do lloj tipi homo sapiensit të vinë t'ju kontrollojnë çfarë bënin parti. I lumt Sali Berishës. I lumt, ju trajton ashtu siç e meritoni. Dakor, miqtë e mi, ja. Kjo është Partia Demokratike e sotme e Shkodrës. Është faqja e zezë
e alternativës politike dhe faqazezat në krahasim me të dikushme në Partinë Demokratike në Shkodër. Që nuk kanë qenë ndonjëherë faqe e bardhë, po midis tyre ka pas burra që në fundit këtë gjë nuk mund ta duronin dot. Dhe sigurisht ata nuk janë më. Kanë ikur nga sytë këmbët se s'mund ta durojnë këtë palaçollek, këtë immoralitet të jashtëzakonshëm që e ka pllakosur një parti e cila ka udhëhequr Shkodrën e ka drejtuar atë për 33 vite rresht. Dakor, miqtë mi?